Zonja dhe zotëri, ju ngjatjeta, uroj të jeni mirë. Në Shqipëri, mesazhet më të forta nuk i jepen me fjalë dhe ju duhet ta kuptoni mirë këtë. Mesazhet më të forta i jepen me pamje. Dhe pamja e Ilir Metës sot është duke folur më shumë nga që i kishit imagjinuar ju, ne dhe gjithë shqiptaria bashkë. 27 prill 2026. Sot nuk jemi përpara një politikan që po mbron pafajësinë e tij. Kemi përpara një skem shumë më të komplikuar, të cilën duhet ta analizojmë të gjithë bashkë. Fillimisht ju kërkoj ndjesë për mungesën time në live-in e mbrëmshëm, e vlerësoj që më keni shkruar shumë, kam patur një angazhim të paparashikuar familjar për te mundësive të mia për të ndalur paçi vetëm të mira e gëzime në jetët tuaja. Ju kërkoj ndjesë, do ta zëvendësojmë live-in sot ose nesër. Ajo që po ndodh sot në sallën e gjyqit dhe mesazhi i tmerrshëm që erdhi nga atje brenda me transformimin total biologjik të Ilir Metës na tregon se kemi përpara një njeri i cili po përpunohet nga makineria e shfarrosjes biologjike të pushtetit. Ky transformim i frikshëm fizik i Ilir Metës nuk është rastësi, por është një mesazh i dërguar me post ekspres për të gjithë kupolën politike të Tiranës. Kush po e dërgon dhe si po e dërgon? Do ta analizojmë pak sot rënien e frikshme të kingmakerit të politikës shqiptare. Kingmakeri i fundit i politikës shqiptare nëse do të mbetet më Shqipëri dhe nëse do të mbetet dikush të bëj politikë në Shqipëri. Si bie dhe përfundon njeriu që dikur kontrollonte çdo fije të shtetit shqiptar. Mbase mund të ketë qenë edhe nga antarët e deep state-it nëse ka një deep state, një shtet të thellë shqiptar. Njeri i cili zbriti nga majat e pushtetit shqiptar që kontrollonte gjithçka në një gjendje të mjerueshme në sallën e gjyqit. Transformim biologjik, fizik i tmerrshëm. Dhe këtu patjetër duhet pyesim nëse kjo është drejtësi apo rituali i një flijimi të drejtuar nga llozhat ndërkombëtare, të cilat nuk falin askënd i cili do të tentojë të dalë nga rreshti. Tashmë vim nga maja e pushtetit në humner dhe tentojmë të analizojmë me kujdes mallkimin e Machiavellit. Historia miq është një rreth vicioz i cila nuk njeh mëshirë. Historia është një rreth vicioz e cila nuk njeh mëshirë. Nicola Machiavelli tek Princi thoshte se është më mirë që njerëzit të kenë frikë se sa të duan. Por Machiavelli harroi të paralajmëronte për momentin kur frika mbaron. Ilir Meta e ndërtoi karrierën e tij mbi nevojën që kishin të tjerët për të. Ai ishte nyja që lidhte pushtetin e Berishës në 2009 dhe atë të Edi Ramës në vitin 2013. Por shikoni pak paralelen me Jul Cezari. Jul Cezari nuk ra nga shpata e armiqve të tij në fushë betejë. Ai ra në mes të senatit në Rom, i goditur nga Bruti. Njeriu që e kishte rritur me duart e veta dhe e kishte mbrojtur. Në historinë tonë Edi Rama është Bruti modern, por Rama nuk përdori thikën. Ai përdori sistemin, përdori diplomacinë e errët dhe mbi të gjitha përdori tradhtinë dhe llozhat e caktuara ndërkombëtare për t'u hakmarrë. Sot ai që dikur bërtiste se Shqipëria është e shqiptarëve, bën përsëritjen e ritualit të tij, bën shqiponjën me duar nga kafazi i GKK-s dhe i Spakut, nga kafazi i xhamit, ku Ilir Meta, njeriu i fortë dikur, sot qëndronte më i dobët se kur. Pyetja që duhet na mundojë ne të gjithëve sot është pse Ilir, kur ishe në maj, kur kishe çelësat e arkës së shtetit dhe të ushtrisë,
përse nuk ja ktheve Shqipërinë shqiptarëve Ilir Meta? Pse e ndave Ilir? Pse e ndave Shqipërinë si plaçk lufte me ata që sot të mbyllën brenda atij kafazit të tmerrshëm xhami? Nuk ishte vetëm kjo. Nuk ishte vetëm hakmarrja e brutit të rilindjes Edi Ramës. Shumë kush pyet pse kjo hakmarrje kaq e egër ndërkombëtare ndaj Ilir Metës. Pse Ilir Meta, president i Republikës, u arrestua me forca speciale dhe u tërhoq zvarr si të ishte një terrorist ndërkombëtar apo si kur të ishte një trafikant droge dhe jo një lider shteti apo një kryetar shteti. Është bërë shumë kjo pyetje dhe kanë pyetur shumë nga shqiptarët. Përgjigja fshihet tek përplasja e tij vetvrasëse e Ilir Metës, herë me Washingtonin, herë me Brukselin. Ku qëlloi përplasja? Unë ju a kam shpjeguar gjithmonë. Kujtoni deklaratat e Ilir Metës kur nisi të çmendej dhe në postin e presidentit, Meta kërcënoi fuqinë më të madhe të planetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me terma dhe me fjali të cilat nuk do t'i përmendte as Kim Jong-uni i Koreas së Veriut. Ilir Meta tha troç e shpalli hapur. Sfidën e tij gjeopolitike, armët bërthamore nuk i kanë vetëm amerikanët. Një aludim i qartë se Rusia dhe Lindja tashmë ishin pas derës këtu në Shqipëri dhe se ata kanë armë bërthamore një lloj si Amerika. Çka do të thoshte një sfidë e hapur ndaj Amerikës dhe duke i paraqitur atyre edhe alternativa. Ndoshta sot Ilir Meta nga kafazi i Qelqit po shpreson në rikthimin e Moskës në Tiranë, ndoshta kjo është legjitime, po të shikosh se si po i shitet Shqipëria e Rusisë, si po i shitet Zvërneci i Rusisë, si po i shitet pjesa më e madhe, por gjithçka, siç ju kam thënë, tentohet të maskohet ose me Europë, me offshore-et e Hollandës, ose me flamur amerikan. Pra serb me pasaporta amerikane, apo njerëz pranë Rusisë me pasaporta amerikane. Par nga ky këndvështrim, Ilir Meta mund ta ketë bërë sot i transformuar komplet biologjikisht shenjën e shqiptarisë nga kafazi i Qelqit me sinjale nga bruti i rilindjes Edi Rama që shikos e Rusia tashmë po rikthehet dhe Amerika mund të jetë jashtë. Nuk e dim çfarë po ndodhim në Rogoz, por di një gjë. Ai tentoi sot Ilir Meta pas kafazit prej xhami të luaj me dy porta, siç luajti kur ishte në pushtet dhe kur bota po ndahej me thik. Dhe kur bota ndahet me thik dhe kur bien tërmetet e mëdha të historisë, loja me dy porta është tejet e rrezikshme. Pse? Sepse duhet të presësh derisa të përfundoj tërmeti, të bien gërmadhat dhe më pas të nisësh pozicionimin tënd historik. Nuk mundesh ta bësh tradhtin në mes të tërmetit, sepse të zënë gërmadhat për fund dhe të bëjnë lokma të shpërfytyrojnë komplet. Këtë lloj shpërfytyrimi e pam të kafazi i Qelqit, kur rinte ish kreu i shtetit shqiptar, i cili sot u kujtua se Shqipëria ishte e shqiptarëve, duke aluduar gjithashtu me nën tekst se Edi Rama, me leje të lozhës ndërkombëtare që ka arrestuar Ilir Metën, është duke shitur sot Shqipëri. Si mundet Ilir të bëje një gaf të tillë, ke studiuar ekonomi politike, je datëlindja 24 marsit të 1969, politikan i lozhave, politikan i Ramizalis, politikan
i 90-s, politikan i lojës së fshehtë. Unë e kam takuar Ilir Metën 2 herë në jetën time nga 30 minuta, për po që atë kuptoj identitetin e tij ka shumë vite më parë, dhe u përpoq dhe ai të bëjt njëjtën gjë. Dhe unë e kujtoj sot se si pushteti lëviz frikshëm dhe transformohet frikshëm dhe si luajnë lozhat dhe dinamikat, pasi herën e parë kur kam parë Ilir Metën shumë vite më parë në Durrës, ishte me Dritan Priftin, që nuk e mbajti në tavolinë, por e la të rinte larg, sepse nuk donte që të ishte aty. Dhe më pas Prifti u tret, Meta shkojnë në kafaz, Rama po hakmeret, Bruti i rilindjes po hakmeret, Berisha non grata. Më kujtohet e gjithë historia, sepse unë i kam takuar nga pak këta të gjithë. I kam parë nga afër 30 minutësha me 20 minutësha, edhe Ramën, edhe Berishën, edhe Metën, edhe të gjithë këta lojtarët e vjetër të Tiranës. Të luash me ndërkombëtarët ndoshta mund të jetë akt patriotik në momentet caktuara. Të përplasesh me ndërkombëtarët, po mund të jetë akt patriotik në momentet caktuara kur të shitet vendi yt. Po si mundet të bësh një gafë të madhe Ilir, ndoshta ta sjellin kasetën në burg? Si mundet të bësh një gafë të madhe Ilir? Reflekto, sepse në burg ke shumë kohë për të reflektuar. Si mundesh Ilir, apo ti Edi, apo ti Sali Berish, si mundeni të përplaseni edhe me Washingtonin, edhe me popullin tuaj në të njëjtën kohë? Ky është një gabim fatal. E sulmove perëndimin Ilir dhe Washingtonin pa patur mbrojtjen e popullit tënd, dhe e gjithë elita po e bën tani. Ti kur e humbet popullin dhe popullit mallkon 7 brezat e familjes për vjedhjet, për grabitjet, për poshtrimin, për mosngopjen, për gryksin, për babzin. Ju e dini që gjithë shqiptaria e di që ju jeni miliarder, apo jo? Sigurisht që pjesa më e madhe e liderëve të botës këtë punë kanë bërë, janë bërë miliarder kur kanë ardhur në pushtet. Por, kur vendos të përplasesh me ndërkombëtarët, ose duhet të jesh steril dhe duhet të kesh popullin nga mbrapa, ose duhet të qepësh gojën dhe të vazhdosh lojën derisa të presësh kur të vinë aleatët e tu me armë bërthamore. Përndryshe, loja të shpërfytyron sepse pushteti është i frikshëm, ma raporti me popullin është i frikshëm. E keni zhvatur popullin Ilir për 34 vjet, ti, Rama, Saliu. Dhe më pas sulmoni superfuqit, ju thjesht, kur vidhni popullin tuaj dhe sulmoni superfuqit e botës, nuk do të thot 100% që ju mund mos keni të drejtë, por nuk ke të drejtë të hapësh gojën, si tha Rama, qepe. Kur je pis, kur ke vjedh popullin tënd, kur je bërë pis, kur i ke lyrë duart, me pacurinë e popullit tënd, me floririn e popullit tënd, me të mirat e popullit tënd, duhet vetëm me qep. Ose do të martirizohesh për hir të një populli, i cili në fund fare prap do të thotë je një kokra e hajdutit, siç më thon edhe mua, që nuk kam marrë në jetën time asnjë cent nga taksat e shqiptarëve, asnjë cent, sepse ata janë gjithmonë në kërkim të hakmarrjes për jetën e tyre të vështirë dhe në formë zifti. Kërkojnë, gjuajnë, baltosin, madje dhe njerëzit më të afërt
edhe njerëzit e gjakut dhe të familjes, dhe njerëzit më të afërt që ti si ke çuar nërmend, në qoftë se guxon dhe në gjithë shkallët e pushtetit të karrierës jashtë përfytyrimit të tyre, ata do ta shkulin mishin me pinca dhe do ta pinë gjakun, sepse ti përfaqëson largimin dhe aratin nga mjerimi i tyre dhe nga jetët e tyre prej ferri, të cilat ata duhet të ndajnë me njerëzit e tyre, me familjarët e tyre, dhe qoftë dhe me gjakun e tyre. Por kjo është histori tjetër. Kur vjedh popullin tënd, ju elitat 34 vjeçare, vidhni popullin tuaj dhe shkoni i bini dhe ndërkombëtarve. Këto të dyja nuk rrinë bashkë. Ilir duhet të luajë lojën e Ramës. Rama e shkatëroi popullin e vet, e masakroi, e vodhi, e grabiti, e shpartalloi, e degeneroi, e shpopulloi, e largoi. Por lëpin anusin e ndërkombëtarëve nga mëngjesi deri ndarkë e ka bërë gjuhën gjak i lirë. Ti je malsor, ke thënë nga skrapari, dhe nuk e bën gjuhën gjak duke lëpir anus e ndërkombëtarësh. Por që ta bëje këtë i lirë, nuk duhej të armiqësohesh me popullin tënd. Rama vrapon nga anusi i Sorosit tek Trumpi, tek Abu Dhabi, tek Benjamin Netanyahu në Izrael, tek Mossadi, ke Giorgia Meloni, nuk ka lënë sholl këpuce pa alpi me lapën e tij. Nga Washingtoni në Tel Aviv, në Abu Dhabi, në Rom, në Bruxelles, në Paris, tek George Sorosi, tek Donald Trump, sepse është pa karakter. Ty i lirë të shiti ai karakter skizofrenik i yti, që doje t'i bie gjithve pa patur fuqin, ti je steril dhe të bësh aleancë me popullin tënd. Ndaj, ti i lirë e firmose vetë dënimin tënd me vdekje politike. Dhe elitat globale nuk të falin i lirë. Ndaj Pax Americana nuk fal i lirë. Sidomos ndaj liderëve të një vendi të vogël, i cili nuk ka as buk, as brek për të veshur. Ndaj të erdhën elitat të cilat i sulmove, të kapën kryetarin e shtetit që s'ka buk, s'ka grur, s'ka si fishek në depozita, nuk ka as një armë, nuk ka as një tank, nuk ka as një raket, sepse i shitët gjitha për skrap. Të morën elitat e lirë dhe të quan të gjelati jot lokal, të gbruti i rilindjes Edi Rama që e sollen pushtet dhe i dhan ati bekimin e plot për të asgjësuar dhe për të shpërfytyruar politikisht dhe biologjikisht. Dhe mesazhi është për gjithë elitën politike. Tu vjen në lojë SPAK, institucioni që u shit për shqiptarët, si shpëtimi i Shqipërisë, por a ka drejtësi apo ka një operacion kirurgjikal të dirigjuar nga lozhat ndërkombëtare? Shikoni goditjet. Goditja ndaj Ilir Metës është selektive pa diskutim në brutalitetin e saj. Pse Ilir Meta në burg i rënuar, ndërsa Balluku është ende e lirë? Sepse Balluku ka çelësat e shitjes Shqipërisë tek lozhat ndërkombëtare dhe di kodet e zezat kutisë së zezë të Edi Ramës, ndaj mbrohet nga lozhat dhe nga kreu i lozhës Tiranës, anti-shqiptari Edi Rama. Ndërsa të tjerë që kanë ndjegur miliarda e incenerator, e PPP, e koncesione, e tunele, hajdut të mdhej, me në krye hajdutin e bandës që ka gjithë qeverinë në burg. Ose bredhin të lirë, ose rrinë në burgje që ngjajnë si hotele dhe dalin më të bukur nga burgu. Pa diskutim që kjo është një drejtësi e dirigjuar. Dhe mesazhi është i qartë.
Nëse na shërbeni dhe jeni të dëgjueshëm, mund të ta vidhni popullin tuaj deri në kock, nënën t'ja bëni. Por nëse na dilni kundër, do të përfundoni si Iliri ja ku e keni pas xhamit në Kafaz, tërësisht i transformuar biologjikisht. Drejtësi e cila përdoret si hanxar për të pastruar rrugën e projektit të ri në Tiranë, ku sovraniteti nuk ekziston më dhe ku burimet e vendit janë në shitje për çdo që garanton qëndrimin në pushtet të Edi Ramës dhe të sektit të tij anti-shqiptar. Sot në gjykat Ilir Meta tentoi të vishej me petkun e patriotit dhe përmendi frazën e shquar Shqipëria e shqiptarëve, duke huazuar sloganin e famshëm të ballit kombëtar dhe të Mithat Frashërit të madh. Po ç'është ky mashtrim o Ilir? Ky është një mashtrim historik. Mithat Frashëri ishte simboli i intelektualit që shkriu jetën e vet dhe shkriu çdo gjë për kombin, pa vjedhur asnjë qindark. Ndërsa Iliri është produkt i pastër i nomenklaturës komuniste, të rritur në zyrat e pushtetit 34 vjeçar që shkatruan pas arsit të vërtet të ballit kombëtar dhe djathtës shqiptare. Si mundet një njeri që ka qenë pjesë e çdo qeverie që ka shitur interesat e Shqipërisë të pretendoj sot trashëgimin e Mithat Frashërit nga pas Kafazit për xhami. Kjo është fyrje për historinë. Ju Ilir nuk jeni ballist, jeni një komunist i konvertuar në biznesmen politik, që tani është duke u mbytur dhe kërkon të kapet pas flamurit. Patriotizmi është streha e fundit e atyre që ju e dini mirë. Dhe ky rast është rasti më tipik. Reflektoj Ilir, sepse kjo dram i bën burrat të reflektojnë. Reflekto dhe pajtoni në fund të jetës tuaj me popullin tuaj, ktheja një pasuri që i keni marrë. Ky është i vetmi moment reflektimi dhe pajtimi me popullin tuaj dhe pastaj nisni përplasjen me lozhat dhe me elitat e brutit të Tiranës Edi Ramës dhe bëuni gati ose të martirizoheni dhe të hyni në histori si martir, ose të vdisni dhe të ngordhni dhe të shkoni në koshin e plerave të historisë, siç do të shkojë elita 34 vjeçare e këtij kombi. Por mos u gënjeni. Edi Rama dhe Sali Berisha nuk janë duke festuar, janë të tmerruar. Pamja e Ilir Metës nga Kafazi prej xhami është makthi i tyre i natës. Edi Rama e di mirë që nuk e përballon dot burgun. E di mirë që transformimi fizik i Ilir Metës është ajo që e pret edhe atë. Sa po ta humbas mbështetje ndërkombëtare dhe ndërkombëtarët të gjejnë lojtar më të fortë se ai. Kujtoni urimin e fundit të Ramës për Donald Trumpin, shqyr që i shpëtove atentatit, pasi ky i fundit shpëtoi atje në Hilton, Washington. Pse kaq shpejt, pse ke frikë? Rama po shet gjithçka. Po i jep dhëndrit të Trumpit, toka e ishuj, po i jep Sorosit çdo kontroll mbi shoqërinë civile në Shqipëri. Vetëm e vetëm që të mos përfundoj në një kafaz si ai i Ilir Metës. Ai po blen lirinë e tij me pasurinë e fëmijëve tanë dhe me të fëmijëve tuaj. Dhe në mesin e këtij tmerri shfaqet Monika Kryemadhi, bashkëshortja e Ilirit, e rinuar e freskët, sikur po konkuron në një reality show dhe jo në një proces penal për korrupsion dhe vjedhjen e shqiptarëve. Ajo nuk flet me Ilirin në sallën e gjyqit. Kjo ndarje dhe ky shpërfytyrim i raporteve njerëzore na tregon se në majën e pushtetit shqiptar gjithçka ka qenë një biznes i përshtirë. Edhe familja, edhe dashuria, edhe besnikëria të shkatërohen në sekond. Ai Iliri si kufon politike dhe ajo si një yll Hollywoodi i Instagramit.
është dëshmia e hidhur se pushteti i tyre nuk kishte asnjë bazë morale, asnjë bazë shqiptarie, asnjë bazë frashërizmi. Dhe tani, një mesazh të fundit nga unë, Krishnik Osmani, nga Lëvizja e Dheu, për të gjithë ju që na ndiqni. Vëllezër dhe motra shqiptar, ajo që po shihni në sallën e gjyqit në Tiranë, nuk është thjesht shpërfytyrimi dhe fundi i Ilir Metës. Është fillimi i një faze edhe më të rrezikshme se kaq. Ky vend po goditet përfundimisht nga një elitë globale që nuk e do Shqipërinë, por e do atë si një bazë logjistike dhe si një burim pasurish për elitat e mëdha qavdere. Shpëtimi juaj i vetëm nuk është as të qani, as të shkoni tek Rama, as të shkoni tek Berisha. E aq më pak tek meta i rënuar pas burgut. Shpëtimi juaj është bashkimi. Duhet përgatiteni për të përballur me momentin historik kur kjo luftë e kapur nga tmerri i burgut do të jetë e gatshme të shes edhe kufirin e fundit të këtij vendi, vetëm që të shpëtojnë kokën e tyre ata që kanë mbetur jashtë. Ata po hanë njëri tjetrin si bishat, por problemi është se në këtë luftë bishash dhe përbindshësh po digjet shtëpia jonë Shqipëria. Mos u bëni tifoz të askujt. Në sallën e gjyqit, ata janë të gjithë pjesë e të njëjtit sistem, i cili na ka pirë gjakun, na ka vjedhur të ardhmen tonë. Përgatituni për goditjen përfundimtar. Shqipëria do të jetë e shqiptarëve vetëm kur ju të vendosni se nuk do t'i shërbeni më asnjë mbreti të rrem që bën shqiponjën nga kafazi pasi ka shitur popullin, pasurinë dhe të ardhmen e tij. Sot, vëllezër dhe motra shqiptarë, ne pam fytyrën e pushtetit në rër. Një hije e transformuar biologjikisht që kërkon mëshirë përmes nacionalizmit të rrem. A është kjo drejtësi e vonuar, apo është thjesht një zëvendësim i një klani me një klan tjetër akoma më i rrezikshëm që po përgatitet ta zëvendësojë të parë? Unë dua të shoh mendimin tuaj dhe dua ta shoh të komentet. Kush është i radhës pas metës? Apo e ndjen Rama lakun që po i shtrëngohet, apo do t'ja dalë ta blej lirinë e tij duke shitur pjesët e mbetura të Shqipërisë? Si mendoni ju se do të shkojë kjo histori? Sot është Ilir Meta pas atij kafazi. Kush do të jetë nesër? Dhe ky është një moment shumë dramatik, shumë historik. Dhe duhet kuptojmë, a është ky transformimi i Metës pasojë e drejtësisë apo një mesazh mafioz të dërguar nga Edi Rama apo nga lozha ndërkombëtare për Ramën dhe për Berishën? Kush po e shet Shqipërinë sot? Shpytja e madhe. Dhe këtu nuk mbyllet rrethi i këtij makthi shqiptar. Atë që e pam pak më parë tek salla e gjyqit të shpërfytyrimit dhe të transformimit fizik të Ilir Metës, e përfundojmë këtu tek gërmadat e luksit e rrem në Dubai në rrem të Durrësit. Sepse nuk ka dallim mes asaj që po ndodh pas kafazit të xhamit dhe asaj që po ndodh në kantierin e Durrës Marinas, tek Dubai imagjinar i Edi Ramës në Durrës. Është e njëjta logjik fundosi. Ndërsa Ilir Meta po zhytet në harresën dhe eliminimin biologjik që i përgatiti sistemi të cilin ai ushqeu vet. Pallatet e Dubait imagjinar po zhyten fizikisht 74 cm në llumin e Bregdetit të Durrësit. Ky është simboli më i fuqishëm i Shqipërisë së 2026-s. Një vend që po fundoset nga pesha e mëkateve të elitës së vet dhe nga babëzia dhe grykësia e të njëjtës elitë. Bëjeni vetë paralelen. Meta mendoj se mund ta ndërtonte pushtetin mbi tradhti dhe mbi rër politike, prandaj sot po
po shëmbet përpara syve tanë. Edi Rama mendoi se mund ta ndërtonte lavdinë e tij mbi rërën e vërtet të Durrësit, duke shpërfillur çdo ligj të natyrës e inxhinierisë, të natyrës dhe të inxhinierisë, vetëm për të blerë mbrojtjen e elitave globale. Dhe ja ku jemi. Rezultati është i njëjti. Çarje strukturore të njeriu, çarje strukturore tek ndërtesat. Toka po bërtet, toka po i përpin dhe po na thot se nuk ka më vend për këtë klan që shet sovranitetin për të shpëtuar kokën. Ky 74 cm zhytje në Durrës është dëshmia më e qartë se propaganda 3 miliard euroshe nuk e mposht dot gravitetin e vërtetësisë. Rama po bën gjithçka, po bredh nga Trumpi tek Sorosi, po jep porte e ishuj vetëm e vetëm që të mos përfundoj si Ilir Meta, por harron se rëra po i ikën pak nga pak nën kamp. Mesazhi për ju vëllezër shqiptar është i thjeshtë dhe i prerë. Mos u bëni pjesë e kësaj fundosje. Mos blini ëndra në kulla që po zhyten ashtu siç nuk duhet të blini kur më premtime nga lider që po tretën. Kur sistemi fillo e ha vetveten, ai glabron çdo gjë që ka rrotull me shpejtësinë e dritës. Sot shqiptarët po shohin Ilir Metën që fiket dhe Marina Biçin që qahet. Nesër do të shihni të gjithë kupolën që do të kërkojë shpëtim, por nuk do të ketë asnjë pilot të thellë që t'i mbajë në këmbë. Sepse kur tradhton popullin dhe beson se je mbi ligjet e natyrës, fundi nuk është thjesht rënje, është një fundosje e plot në llumin më të pisët të historisë. Sot ishte Ilir Meta, sot ishte Marina, nesër do të jetë i gjithë sistemi që do të shkojë në fund të llumit. Dhe pyetja është, a jeni ju aty për ta parë këtë shëmbje, apo do të jeni të bashkuar për të ndërtuar diçka mbi shkëmbë, e jo mbi këtë rër të mallkuar, që po tenton të na përpijë të gjithë dhe ne, dhe jo vetëm mëkatarët? Ky është realiteti shqiptar. Të tjerat janë thjesht fasada që zhyten. Ju e bëni dallimin vetë. Miru dëgjofshim në darkë. Shpërndajeni videon, çojeni atë pjesës tjetër shqiptarëve, nëse mendoni se ajo ka ndonjë vlerë për t'u shpërndar. Mos harroni të bëni like, share, subscribe për gjithë ju që më shihni për herë të parë, duke ju falënderuar për kohën tuaj të çmuar. Unë jam Krishnik Osmani, fola nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu. Miru dëgjofshim.